Ky emision mundësohet nga Podravka. Përshëndetje për të gjithë ju shikues të dashur, mirë se po takohemi në një tjetër emision të Pasion e Profesion. Jemi përsëri bashk e ne, siç tashmë e dini, po e zhvillojmë muajin e Çekisë. Kemi qenë në Republikën Çeke, kemi vizituar Pragën dhe Karlovy Vary e tani është koha që të ndjekim materialin e përgatitur për ju në Çeki. Për së pari dua të falenderoj Podravkën, e cila si gjithmonë mundson realizimin e këtij emisioni. Ndjekim pra materialin dhe rikthehemi përsëri në studio. Për të gjithë shikues të dashur, po takohemi përsëri në Republikën Çeke, por kësaj radhe nuk jemi në Prag, jemi në Karlovy Vary. Ky pra është një vend shumë i bukur, siç mund ta shihni edhe në këto pamje. Ne do vizitojmë një restorant i cili pra është me pronar shqiptar. Do kemi nderin dhe kënaqësinë të jemi aty dhe të provojmë edhe ushqimet e tyre, të cilat i përgatisin aty. Karlovy Vary është një vend shumë i bukur dhe shumë turistik, sepse i ka edhe ujëra termal. Pra është një vend shumë i njohur për spa, wellness and spa, ku mund të vini dhe të pushoni dhe ta shijoni pra këtë vend kaq të bukur, kaq me shumë llojshmëri ngjyrash, por gjithashtu edhe me burimet, të cilat janë shumë të shëndetshme. Unë jam pranë këtij burimi, por në të gjithë qytetin ka shumë burime të tilla, të cilat pra përdoren edhe për shëndet, edhe për mjekësi, sepse ato rekomandohen edhe nga mjek të ndryshëm. Ne pra po shkojmë tek ky restorant dhe na ndiqni deri në fund të këtij emisioni. Shikues të dashur të emisionit Pasion e Profesion, siç tashmë e dini, jemi në Republikën Çeke, por kemi ndruar vend nga Praga, kemi ardhur në Karlovy Vary. Dhe këtu bashkë me mua janë Mentor Gaxheri bashkë me Kristofor Avgustinin, me të cilët do të flasim pak për këtë restorant kaq të bukur të tyre, të cilën e kanë këtu tash sa vite në Karlovy Vary, por gjithashtu e ka edhe një emër shumë të mirë, është restorant Pizzeria Venecia. Kristofor dhe Mentor, faleminderit shumë që na pritët këtu. Mirë se u gjetëm. Është një vend shumë i bukur, cilën patëm pak mundësi ta eksplorojmë kështu qytetin, por edhe pizzeria juaj, restoranti është vërtet fantastik, me ushqim shumë të sheshëm. Ju përgëzoj. Flasim pak ndoshta për fillimet e juaja, që sa kohë jeni në Karlovy Vary, pse keni zgjedhur këtë vend, si ka qenë ajo historia deri tek arritja e suksesit që e keni këtë restorant kaq mirë? Ne jemi se 30 vite, më shumë se 30 vite në Karlovy Vary.
kemi ardhur në familje, para lufte, kena qelë Dugaja me argjentaria, këtu tani Konstantina ka ra në qelë pizzerien, dhe kena pas pizzerien ndërpartë në Kallivari, në Kosovë, në Terizaj, pizzeria Bolero, baba ka pas, Lek Augustini, tani kena desh në pas pak në qelë jashtë me përtëri. Do të thotë edhe tradit. Si tradit. Ju jeni shok të ngushtë. Po, Ngushtë, në nëse 30 vjetë, më shumë se 30 vjetë në shok. është e vërtetë. Tash edhe si familje. Familje, vllazën, të thojmë si. Shumë. Po, si e zgjodhët Karlo Vivari? Nuk e kemi zgjodhur na Karlo Vivarin, po Karlo Vivari na ka zgjedhur neve sepse kemi ardhur si gjithë shqiptarët që kemi ikë në atë kohë, kemi dalë në diasporë. Pra, kemi zgjedhur këtë vend dhe tash jemi që 30 vite, si tha shoku, jemi këtu, tash jemi më shumë se në Kosovë këtu. Po. Po. Po si ka qenë ajo periudha e fillimeve tuaja? Fillimet si gjithë shqiptarët, zarshme janë, sepse kemi qenë tri shumë, kemi qenë tri, kemi bo çdo lloj pune. Fillim kemi nisë me argjentar, kemi qenë argjentar, mas një kohë atër kemi nisë me gastronomi, se jemi tashek kësaj dite. Po besoj që me argjentari me rënjende, përveç restorantit. Po na tregoni pak edhe për restorantin. Është një vend shumë i bukur, na keni treguar edhe prapa kamerave që ka edhe një histori që ju e keni blerë këtë restorant dhe keni vendosur që mos me ndru emrin dhe me vazhdu kështu traditën italiane. A ju ka flejt kjo tradita italiane pak kuzhinës apo keni mundu edhe mu përshtat? Po, e kemi përshtat, se në mos rrethonave si kanë qenë, si mbos turistov, se jemi vend turistik, shumë i madh. Edhe numër 1 është kuzhina italiane, si që thamë ma herët, kemi kuzhinë çeke, kemi kuzhinë evropiane, si që thamë ma herët, ama lloj-llojshme kuzhinë kemi. Po cila është kuzhina e preferume ndoshta për klientët që vinë këtu, sepse ka shumë turist në këtë vend? Numër 1 është pizza, pasta, peshku, atëherë kemi, si thash, kuzhinë çeke, lloj-lloj gjellëna çeke si gatujmë, po kemi gjitha. Po ushqimi juaj i preferut personalisht? Personalisht unë jam te peshku edhe te mishu. Kristofar? Gjithashtu te peshku dhe te mishi. Restoranti është më shumë familjar, sepse punoni kështu vetëm familjar. Familje, aqë juaj është në kuzhinë dhe tregona pak sa është e vështirë ndoshta me punu me familjar apo për juve nuk është? Jo, nuk është e vështirë, për ne është kënaqësi të punojmë me familje, sepse jemi familje, si familje s'ka, kuptohen shumë mirë, kalojmë bukur, kemi edhe lloj njerëzve, punëtorëve të shteteve të ndryshme, ama gjithsej kalojmë shumë bukur, kemi stafin shumë profesional, profek, kalojmë mirë, gjitha e në rregull. Shikues të emisionit Pasion e Profesion kam pas mundësinë me i pa edhe disa receta që i përgatitni ju në këtë restorant. Po të flasim pak edhe për Karlo Vivari, ndoshta. Çka është diçka më e veçantë e këtij vendi që të gjithë ata shikues mund të vinë dhe ta vizitojnë? Karlo Vivari është numër 1, është del burimet nga toka, ujtë nxehtë, është ujë shërus. Ujëra termale, pra, është temperaturat lloj-llojshme, për atë arsye vinë gjithë të bojnë këto lloj ujin aty përdorin, këto lloj banjeve, kanë lloj futen edhe në ujë minerale, gjitha gjysmë minuse ka shumë. Po shqiptar sa vinë këto, sa vinë me vizitu? Për zotin shqiptar nuk e di, se jemi qytet i vogël shumë. Qytet i vogël, nuk di sa vinë, afër kemi Gjermaninë, ama jemi qytet i vogël, shqiptar ka disa herë vinë nga Shqipëria më shumë, po kemi edhe nga Kosova si vinë, ama ma pak. Po si kishit ftua ata që dëshirojnë me ardhë? Me gjithë zemë, mirë se vinë të gjithë. Do shta me ardhë dhe në restorantin e juj, pizzeria Venecia, me ardhë në këtë qytet, mos me ardhë të nash, s'keni po bërgjohë, asë gjë s'keni po. Po të flasim do shta pak edhe për komunitetin shqiptar që jeni këtu në këtë vend. A është ndonjë komunitet i madh apo jo? Jemi komunitet shumë... Dhe sa jeni të lidhur mes vete? Jemi komunitet shumë i vogël, ama jemi të lidhur mes vete, shumë kalojmë bukur, një ndaj tjetër kemi respekt, jemi familjar gjithë, kalojmë shumë bukur edhe mrekulli është, më konë me një vend edhe pas një problemi, gjithmonë jemi shumë të lumtur.
Na tregoi Kristofori pak më herët që keni pasur edhe pizzerinë në Ferizaj në Kosovë. A kishit mendu ndonjëherë me marr prap dhe me hap diçka të ngjashme siç e keni pas? Shumë pas dëshirë, po. Ndoshta në planet e së ardhmës kështu, a mos me zbulu më shumë? Do të kemi edhe atje një. Do të themi do t'ja lajmë opet pizzeria Bolero. Shikim pas. Të kthehemi prap në fillim, a keni pas ndonjë vështirësi kur keni ardhur për herë të parë këtu si shqiptar? Si u kanë prit? Normal, si çdo emigrant që kemi dalë jashtë Kosovë, kemi pas vështirësi se nuk e njeh gjuhën. Rrethanat janë ndryshme, populli ndryshëm, kultura ndryshëm, ama përgjithsej dhe ta mësoj gjuhën, kemi pas familjen, rrethin e mirë, për atë arsye kemi kaluar shumë mirë, ma lehtë kemi pas se dikush tjetër shembull. Po, për të gjithë ata, ndoshta që janë edhe trinë ose më në moshë të dëshirojnë me pas një biznes të tillë, një restorant, cilat kishin me qenë këshillat e juja, ndoshta? Këshillat tona, ai si don me punu, do të me punu shumë punë, si thëmë në atë ditë, për me arrit diçka. Pa punë s'ka, në fillim jo shumë i zoshëm për çdo kohë, sepse nuk mundesh me zgjidh punën, ama me kohë, kur të arrit dikon atë mundesh me zgjidh punën, detyrën dhe profesionin tënd, ama fillimi është i zoshëm për çdo kohë. Ama me punë arrit çdo sa. Por ju e keni pas edhe më të lehtë sepse tradit, po besoj. Keni qenë ato ujëra. Po, ma lehtë kemi pas, ma lehtë se ndoshta dikush, ama përgjithsej fillimit janë shumë zoshme. Shumë zoshme. Mentor dhe Kristofor, faleminderit shumë që ishit pjesë e Pasion e Profesion. Ishte shumë kënaqësi e madhe të jemi këtu në Karlovy Vary dhe në Pizzeria Venecia. Faleminderit, respekt për juve, sukses në emision e gjithat mia që uroj. Faleminderit shumë. Ndërshëm së bashku edhe materialin të përgatitur në Çeki, e ta shkohat ju tregoj diçka. I kemi produktet Zovade nga Katari, cilat janë produkte shumë të shpejta dhe cilësore, pra janë të prodhuara me teknologjinë më të lartë, janë gjithashtu shumë të shishme, por për ndonjë recetë që Andi kam na përgatitur sot, ndjekim pas pak me këto produktet. Kjo është pra chicken burger, këto produkte të Zovade janë shumë të shishme, por edhe të lehta për ne që s'kemi kohë, apo jo Andi? Pas pak do të tregoj një recetë që më bëu me produktet. Përshëndetje. Përshëndetje. Si kalove sot Andi? Super. Është nacime të pa gjithmonë këto, si gjithmonë? Si është e më nëzis pas më orë në studio dhe me gjiru. Edhe më kanë zonë jashtë receta ndryshme. Edhe kjo energjia e mirë gjithmonë na vështjell në çdo emision. Përshëndetje Florian. Përshëndetje. Mirë se na erdhe edhe sot në episodën e fundit të Republikës Çeke, pra të Çekisë, e cila po përfundon me këtë epizod. Do kemi pastaj edhe një muaj tjetër të cilin ju tregova edhe shikuesve pak më herët. Si ka shku gjithçka këto ditë? Shumë mirë, super, perfekt. Cila është receta që kime përgatitur sot? Sot është fusili me baby shpenat krem sose, edhe me fileto pule, cila është e marinuar me podravkën, riget, me udër pluhun dhe biber. Të gjitha produktet nga podravka, pra dhe unë e mora... edhe pak pana. Pana e ka atë vetëm se e ban butë, e ban plank shumë mishin e pulës. Si gjithmonë, jemi shumë të kënaqur me recetat që i përgatitur në studio dhe janë shumë të shishme. Por përderisa edhe vet Floriani përmendi të gjitha produktet e podravkës, të cilat janë këtu në këtë kënd, po e përmend edhe unë dhe po ju tregoj që podravka vjen pra vegeta me një paketim të ri, por që shija është gjithmonë e njëjtë. Është paketimi i ri më modern, shija mbetet e njëjtë, na ka treguar edhe Floriani që përdor edhe vegetën gjithmonë, por ka edhe produkte të ndryshme të cilat
ju duhen në kuzhinat e juaja, në shtëpit e juaja. Unë po i sjell tash diçka apo të mungon? Gjithçka në rregull. Gjithçka në rregull. Po duket veç pastat po të mungojnë. Po. Po i marr edhe tek këndi i ETC-s pastat. Cilat me i zgjedh? Pastat nga P&K, pra fusilit cilat do i përgatis sot edhe Floriani. Po i marrë me vete, po ja dërgoj. Gjithashtu mos harroj t'ju tregoj që të gjitha produktet e mundshme cilat keni nevojë në shtëpitë juaja mundeni t'i gjeni tek ETC-ja. Ashtu siç edhe ne furnizohemi aty gjithmonë në emisionin tonë. Punë të mbarë. E shikues dashur, përderisa Andi dhe Floriani janë duke filluar procesin e përgatitjes së pjatave, po shkëputemi për bllokun e parë të marketingut, përqendroni me ne sepse rikthehemi vetëm pas pak. U rikthyem pas bllokut të marketingut, e tani jemi këtu në studio bashkë me Andin dhe me Florianin. Andi, çka kemi përgatitur sot? Unë sot po vendos të bëj një fileto pule në mënyrë tajlandeze, e cila shoqërohet me karkalec edhe me salcë fit chili. Aroma fantastike. Pa provojnë. Shumë e mirë. Çka bën Andi në një ditë të zakonshme të jetës së tij? Andi çdo ditë del në ora 7 në punë. Edhe punën e kryen diku ka ora 6 masdite. Andi është shumë i ngarkuar. Masditën e kaloj zakonisht tash në shtëpi, se jam veç me një punë. Ama më përpara kam punu këtë ditën, ama tash masditën pja kushtoj familjes teme. Që është, po besoj, pjesa më e rëndësishme e ditës. Është gjesti më i mirë që kam mujtë me bë. Po mendoj. Po. Po ju, Florian? Si shkon kështu një ditë e zakonshme e jotja? Një ditë e zakonshme e punës? Po. Po. Zakonisht duhet me qenë ora 5 në punë, dhe me thonë 4:30 shone. Në mëngjes? Po. Në kafe në shtëpi. Atër në 5 që filloj punës. E bëjmë mëngjesin, e kemë mëngjesin. Atër e kemë ajën kryesore që i bëjmë mishra të këto gjone. Po cili mendon që është ndryshimi më i madh mes kuzhinës shqiptare dhe asaj çeke? A mundesh më na tregu disa ndryshime që ti po besoj që i vren ato? Po, ka shumë ndryshime. Për shembull, kuzhina çeke ka më shumë zierje. Te na më shumë ka bruma, se pa bruma dhe së ndrinjna. Së ndrinjna, pa ta, për zotin. Supa, gjithan që ka, ato edhe supat gjitha ato zien me koca, me perime, celer, zhapiku i celer është cukini e gjitha gjona. Vëditet shumë da. Po besoj që ato ushqimit tradicionale tona që janë shumë të sheshme dhe nuk mundemi me i hek në prej trezës. Bojnë ja. Po si jeti me ato gatime tradicionale, me fli, me pite? Kom qef me jongër shumë. Ki qef me jongër shumë. Po, ama mi ndrejq. Jo. Po, ndoshta shoqëria që jeton, shoqëria çeke atje, a kam provu pite, fli
të ushqime tradicionale tonat? Kanë provu pite, fli, Cilat janë baklavën, komentet? gjitha gjanat për festa, kur i kemi thirrë në shtëpi. Komentet super, top. Andi, po ti si me ushqime tradicionale? Për me gatua mi hongër. Me gatu? Se me hongër i hashëm. Tradicionale, s'po di. Mos të bona A rral, din me bo fli? veç brumi. Shtët mi cela, si alos ku më mësu, po Po qaj për mdokët procesi ma i letë është. nese, unë e kom qef me gatu ushqime tradicionale të vendit tonë. Jem pak fanatik në ushqim, kom qef me gatu dhe kom qef më mësu me gatu dhe pse kuzhina po jes me ha pas shpet për duhet me njek, nësi të ri për duhet me njek pak. Se të na ka ardhur kultura ndryshe, kanë mësu njerëst, edhe për din qa për dojnë me hongër edhe për lypin. Tash për duhet një përshtat pak a shumë. Të shta duhet me ikë sa ma shumë brumrave. Të lutem. Florian, po a ka ndonjë erës që ti i përshtatet edhe nga kuzhina tradicionale, po flasën nga kuzhina shqiptare që i përshtatet kuzhinës çeke? Lule dafine. Lule dafine. Po, me thonë, gjithë dafinës. Po. Ato e përdorin shumë qek. Tjetër... Jo, s'kum vaj. S'ka diçka tjetër. Jo, s'ka. Kanë ato të vetat, mine, kanë një për... Jerës, shumë të rona, jo, jerë e ronë. Po. Po vegeta? Vegetat po, i përdorin. Nuk ka që jo. I përdorin edhe vegetat, krypën, udrëm kluhurën e përdorin shumë, për marinime, ekstrem. Po. Ja, gjithë. U pudra normalisht që e bën çdo ushqim më të sheshëm, Po, më të por gjithashtu edhe vegeta nga Podravka e bën çdo ushqim më të sheshëm. Si jo, patjetër. Si mundosh me ekuilibru jetën profesionale dhe atë personale, ndoshta me gjetë kohën e dur që me e shfrytzu edhe me familjen, por edhe gjatë punës. Unë zakonisht edhe me kolegët mi që rri, tham, janë dy sendet ndryshme që nuk bën me i përzi. Unë zakonisht nuk përzi punën personale me profesionalen që e kam këtu, edhe ja dalë shumë mirë. Se cila ka kohën e vetë, mundona me pas një pasqyrë se shka ka me bo gjatë javës, ose gjatë mujt, ose ku ka me shkush mi bo që me në mirë mi da se cilën në pikat veta, kështu që mundona më konë sa ma shumë profesional, po dhe jetën personale në këllona. Mos me lënana, po normalisht. Po që, a i kështë pas ndonjë pjatë më ekskluzive kështu, nëse kështë dash me përfaqësu Kosovën dikun jashtë vendit? Cila kështë me qenë ajo? Ajo kështë me qenë një pjatë tradicionale, që kësha mundu mi bo në mënyrën ma moderne të mundshme, po pa i këshijes tonë autentike. Cila kështë me qenë ajo? Ndoshta isha shku me pak brum edhe me mish. Okej. Ndoshta, po mendoj. Okej. Florian? Po ti si mundohesh me gjetë një ekuilibër mes jetës personale dhe asaj profesionale? Sa është e vështirë kjo pjesë? Sepse edhe, si që nga tregova më herët, zgjimi ndoshta shumë i hershëm, pastaj gjithë dita në punë. Po është një kohë se edhe me kohën mësosh edhe vetë. Por shembull gjumi i herët edhe njëri kur tosh vetë me thonë ban sistem. Po. Me thonë ditën e punës e kry, për shembull, atje në shtete evropiane gjithmonë i ki me termine, me kohë. Po. Do me thonë me shkullës. Që kështu që e upi edhe kohë me familjen. Shumë mirë, edhe me punë. Në sa ora e përfundon orarin e punës? Në ora 2, mas dite, po në varet edhe ki ka njerë ka 16 saat, po në kështu ekstrem mbaja, pa pushim. Edhe pastaj ta merr krejt kohën ndoshta që ki pas edhe ki planifiku me shpenzu me familjen. Karlovivari e dini se e ka edhe ato internacional film. Po. Vort festivalit. Do thotë ti je pjesë e Pizzerisë Venecia edhe në gjatë asaj kohe. Pra kushdo që shkon prej shikuesve tanë në Karlovy Vary në kohën e festivalit të filmit që realizohet atje, mund të shkoni tek Pizzeria Venecia dhe ta gjeni aty Florianin dhe të përgatis recitat që i di më së miri. Mirë se vinë. Florian, po ja bëra këtë pyetje edhe Andit, shpjegoj shumë mirë dhe na tregoj çfarë pjati do kishte vendosur ta përfaqësonte Kosovën.
shembull ti, nëse të vjen rasti në që kish ta përfaqësosh vendin të në Kosovën atje me një pjatë vetme, cila do kishte qenë ajo? Do kishte qenë koma e kingjit me patate gratin, marinume. Po. Pse jo? Në bëhu një prezentim t'il, Po, atje në Karlovy Vary. E cila është pjata më e vështirë që e ki realizu ndonjëherë gjatë tërë këtyre viteve punë që i ke? Wow, ma e vështira. Po. Ma e vështira ka qenë kur ka orë një rus edhe atje në Qeki edhe ka porosit gafore, edhe ka porosit gafore mja pastru, edhe mja ndrejsh ashtu si është gaforja, se është vështirë me pastru. Okej, po. Mi jek gjithë mishit për i kamve, atu i kotolla, ajo ka qenë ma e vështira, po ja ku ma rrit mendimin e vllavit Patrikut. Patrikut, po. Ekstrem Do të thotë ka kërku që gjithë gaforja të pastrohet dhe pastaj të vendoset në të njëjtën pozitë si që është. Si që është, po. Edhe në zejtë të shkoj kështu minjerë. Sa kohë ka marrë kjo? O, ajo më ka marrë 30 minuta ko. 30 minuta, e gjithë kjo punë? Po. Po mendimin e vllavët. Mendimin e vllavët, pa tjetër. Mos harrojmë ta mendimin edhe Patrikut. Patriki gjithmonë ka qenë ndim kraj djathtë i jem. Si nga kuzhina, si nga personali edhe nga mishteria. Pas ka qenë një kërkesë goxha e çuditshme. Po. Po, a ke pas ndonjë kërkesë tjetër tillë? Apo kjo ka qenë ndër kërkesat më çuditshme që... Kjo ka qenë më e çuditshme, domethënë, edhe që se kom provu kur, po kom arrit mja bo, edhe perfekt. Sa mirë. Dhe është ndarë shumë i kënaqur kur besoj. Shumë, ekstrem i kënaqur. Andi, po për ty cila ka qenë pjata më e vështirë që e ke realizu gjithë këto kohë? Qëtash s'po kallzona modesta, jana, më pëthom që për kuzhinjera pjata të vështira nuk ka. Nuk ka. Jo. A s'ke pas që ndonjë... Mund me pas porosi, më konë pak ma vështirë. Unë ku kom punu, kom pas rastin më shërby njerës klasit lartë. Kështu që jena kujdesi maksimal. Do të nuk ka pas ndonjë kërkesë çuditshme si që ka pas Floriani? Ka kërkesa të çuditshme, ama janë sena që mundën më realizu. Përderisa realizohet, atëherë nuk është e çuditshme. Po cila është pjesa më e bukur e profesionit? Pjesa më e mirë e profesionit është kur ka punë shumë marjane dhe ja del. Rezultati. Për njerëz të kënaqur shumë, po. Edhe shen që është të shtu këtë kohën puna, atëherë te më e kënaqur. Pjesa më e mirë e punës është ajo. Normalisht. Kur ja del. Ju pëlqen ushqimi edhe gjithë të pranishmëve aty. Po Florian, për ty, cila është pjesa më e bukur e profesionit që e bën tash? Pjesa më e bukur? Që tha dhe Andi bashkë kur t'ja del, me sukses, e kryj me sukses punën ajo pjesa më e bukur. Pjesë të vështira nuk po i përmendim. E dim që se cili profesion i ka pjesë të vështira të ti, por që s'po i përmendim tash, pasi që po flasim me gjëra të bukura kështu. Po, E po besoj që tash me dhe pjatat janë në përfundim, po shkëputemi për blokun e 2 të marketingut dhe rikthehemi vetëm pas pak. Përshëndetje për të gjithë shikuesit e emisionit Pasion e Profesion. Siç që kemi lajmëruar që në çdo epizod të Pasionit kemi me sjell produktet e Zova Desa dhe kemi treguar se si është mënyra më e shpejtë për të bërë, edhe pse janë të mira. Na veç kemi filluar me prej perimet. Misha vishë e marinuar siç po shihni. Si që pata dhe vetë, të produkte buhen shumë shpejt. Thuaj se për 5 minuta ishte gati.
Jemi rikthyer pas bllokut të dytë të marketingut, e tani është koha që të ndjekim së bashku recetën e artës dhe pastaj rikthehemi përsëri në studio. Po fillojmë edhe një epizod të ri me mua Artën, të përgatisim së bashku një desert të lehtë dhe shumë të shijshëm. Kemi mollët e fërguara me karamel. Së pari, po fillojmë me përgatit qullin ose brumin ku mollët do të zhyten. Na duhet miell, qumësht dhe vezë. Duke e tundur me mikser. Pra duhet përzihet shpejt, që të bëhet i lëmuar për të zhytur mollën. Pluhur paste. Pra mollët i prejmë në radhë, jo shumë të holla, jo shumë të trasha, në këtë trashësi. Ratët e mollëve i kalojmë në kështu si qanë të nxehta, ne i kalojmë në sheqer kristal dhe kanellë. Mollët janë të gatshme, duken mirë dhe të fërguara ashtu si që dhe kemi mendu. Me që ditë më parë kemi përgatitur karamelin, ne këtë herë mund të provojmë duke i dekoruar mollët, do të thotë me saltët karamel. Janë mollët e fërguara
saltë të karamel. Nëse I përgadisni, ju bëftë mirë. Pasi ndoqëm edhe recetën e artës, tashmë është koha që bashkë me Patrikun të provojmë edhe ushqimet. Faleminderit Patrik që je edhe sot pjesë e emisionit, po e përfundojmë kështu bashkë edhe këtë muaj në Republikës Çeke. Faleminderit shumë që je pjesë e jona edhe sot. I ftojmë pra bashkë Florianin me Andin, t'i sillim pjatat e tyre. Ishte kënaqësi shumë e madhe të kemi Florianin gjatë tërë këtij muaji në Pasion e Profesion. Po besoj që I ke përcjell edhe epizodat e kalume. Po, shumë mirë. Çdo javë. Çfarë pjata? Ju bëf mirë. Ju bëf mirë. Patrik, tash po I provojmë na. Është koha jonë, po m'duket. Sa ishte e vështirë procesi deri sa keni arritë te këto pjata, Florian? Për mu, shumë e thjeshtë, të më thënë. Kjo është ushqim I mirë, I shpejt, dhe ka za gjana shumë të mira. Është krem sose baby shpenat, me fosili pasta dhe misht pulës marinu. Aroma po ju vjen të dyjave shumë e mirë. Andi? Disa pjata tjetër që shtrëgova dhe ma herët, është një pull lloj tajlandez. Është pull prerë në fileta të vogla, me pak karkalecë dhe salcë fyt qilli. Të kjo kujdesi maksimal do të më qenë të temperatura. A ishte e vështirë sot për ty? Po, pak po. Pak po. Patrik, mundesh? Po fillojmë pjatën e Andit. Po fillon po m'duket gjithë me pjatat e Andit, si vllau tën. Po me vllain atje non stop. Je mësu. Unë pra po filloj me të Florianit, se me Andin jemi mësu. Shumë e shishme, pak pikante. Shumë e shishme, Florian, pjata fantastike. Lumë shindurë të Faleminderit. Respekt. Të dy pjatat fantastike. Ju lumë shëndurt. Faleminderit. Faleminderit shumë, Florian, që ishe pjesë e Pasion e Profesion gjatë gjithë këtij muaji të Republikës Çeke. Faleminderit shumë Andi që je gjithmonë me ne. Kënaqësia ime. Ishte kënaqësi jona që kemi këtu. Faleminderit shumë. Gjithashtu kënaqësi, faleminderit për juve. E nga ky këndi I bukur I Premium Bakery, ku ka shumë llojshmëri të bukëve, gjithashtu edhe të kifleve të ndryshme, por edhe croissantave bashkë me fëstëk dhe me Nutell. Janë edhe këto donuts. Unë po e përmbyll edhe këtë muajin e Çekisë dhe ne ishemi përsëri javën e ardhshme me një muaj të një vendi tjetër, të cilin nuk po ja u zbuloj tani. Mbetet të shihet pra gjatë javës së ardhshme të dielën në orat 18 në të njëjtën kohë dhe gjithashtu dua të falenderoj shumë Podravkën, e cila mundson çdo herë realizimin e emisionit Pasion e Profesion. Ne ishemi përsëri bashkë javën e ardhshme. Mirupafshim. Ky emision mundësohet nga Podravka.